Ishte momenti i drekës. Tavolina ishte plot, ushqimi ishte shërbyer dhe për disa minuta mbizotëronte një qetësi e rreme. Banorët po hanin, disa duke bërë biseda të shkurtra, disa duke shmangur shikimet. Por tensioni ishte aty. Ndihej në ajër, Eliona ishte ulur në anën tjetër të tavolinës. Ajo nuk po fliste. Vetëm shikonte. Labinoti po fliste me dikë tjetër, me një ton vetbesues, pothuajse provokues. Dhe pikërisht aty, Eliona shpërtheu, ajo e shtyu pjatën pak përpara, u drejtua në karrige dhe tha me zë të lartë, që u dëgjua nga të gjithë, mas pari, ty duhet të vijë turp. Të gjithë ndaluan së ngrëni. Lugët u ndalën në ajër. Syt u kthyen nga ajo. Turp të vijë, sepse sillesh si njeri pa edukat, vazhdoi Eliona, me zë që dridhej nga nervat, flet pa menduar, provokon dhe pastaj bën sikur je viktima. Labinoti e ngriti kokën ngadalë, ca po thu prej meje? Ja ktheu me ironi. A je mirë? Apo i ke pirë kokrat dhe s'je në Terezi? Një murmuritje u dëgjua në tavolinë. Eliona qeshi nervozisht, një e qeshur e thatë, jo, Labinot. Unë jam shumë mirë, ja ktheu ajo. Problemi është që ti nuk je mirë. Dhe kjo duket çdo ditë. Labinoti u mbështet mbrapa, duke tundur kokën, ti je normale? Po shpik gjëra në mes të bukës. Kjo ishte pika që e ndezi edhe më shumë Elionën. Normale jam shumë, tha ajo me zë të fortë. Por është turp mënyra si sillesh. Është marrë si flet, si provokon, si kërkon të poshtërosh të tjerët para gjithë shtëpisë. Ajo u kthye nga banorët, jemi duke ngrënë. Dhe ky njeri zgjedh këtë moment për të hedhur helm. Pa respekt. Pa kufi. Labinoti u përpoq të qeshte, hajde mos e dramatizo. Mos ma ul zërin. Ja preu Eliona. Ti gjithmonë bën njësoj. Provokon, pastaj bën sikur nuk kupton pse njerëzit reagojnë. Tensioni u trash. Disa banor ulën kokën. Të tjerë shikonin nga njëri tjetri, të pavendosur nëse duhej të ndërhynin, Labinoti u përkul pak përpara, ti po kërkon vëmendje. Eliona u ngrit në këmbë, jo. Unë po kërkoj respekt. Diçka që ti nuk di çfarë është. Heshtje totale, ti mendon se je i zgjuar, vazhdoi ajo, por në fakt po nxjerr vetëm anën tënde më të shëmtuar. Dhe më vjen keq ta them, por kështu po e shohin të gjithë. Labinoti u ngrit edhe ai, mjaft. Mos më fyej. Fyerje është ajo që bën ti çdo ditë, ja ktheu Eliona. Unë vetëm po ta them në sy. Një banor tentoi të ndërhyj, hajde, uluni, jemi në bukë. Por fjala bukë tashmë kishte humbur kuptimin. Ushqimi ishte ftohur. Atmosfera ishte e rënë, Labinoti u ul ngadalë, me nofullën e shtrënguar, Eliona mori frym thellë dhe shtoi. Me një ton më të ulët, por më të prerë, mos më fol më me përbuzje. Mos më trajto sikur jam budallaqe. Sepse nuk jam. Dhe nuk do ta lejoj më.